Marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë e arritur në shkurt të vitit 2023 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian përfaqëson një hap pozitiv drejt normalizimit mes dy vendeve, të cilat duhet të synojnë përparim të shpejtë në zbatimin e aneksit të kësaj marrëveshje. Kështu thuhet në aktin për autorizimin e mbrojtjes kombëtare që u miratua nga dy dhomët e Kongresit Amerikan dhe dje u nënshkrua në ligj nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Pasi të arrihet përparimi mjaftueshëm, SBA-ja duhet të shqyrtojë iniciativa për forcimin e marrëdhënieve bilaterale mes të dyja vendeve, thuhet në tekst, duke shtuar se kjo përfshin dialogun strategjik dypalësh dhe nisma konkrete për thellimin e lidhjeve ekonomike dhe investimeve. Sipas aktit, SBA-ja duhet të vazhdojë mbështetjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë e bazuar në njohjen e ndërsjellë dhe duke mos mbështetur shkëmbime territoriale, ndarje apo ndryshime të tjera të kufive sipas linjave etnike në Ballkanin Perëndimor për zgjidhjen e konflikteve dhe duhet të mbështesë demokracitë pluraliste në rajon si një mjet për të parandaluar kthimin e konflikteve etnike.